Bashkëpunëtori i drejtësisë Erion Alibej dha dëshmi ndërsa po shqyrtohet dosja Plumbi Art. Në gjykatën e posaçme, gazetarja Anila Hoxha raporton se sipas PAK, Alibej akuzohet për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia, si dhe Emiliano Ramazani e Rigers Runaj. Alibej tha se e njohu Dumanin pasi kishte dalë nga burgo në 2020-ën, në këtë takim që e kishte regjistruar dhe ku Nuredin Dumani ka folur për mbi 2 orë, Erion Alibej tha si i vendosi përpara vrasësit fotot e personave të përfshirë në atentat ndaj familjarëve të tij që i kishte zbardhur vet. Ajo që ndodhi në Elbasan, sipas të penduarit në burg prej 5 vitesh, ishte kthimi në rival të betuar për shkak të kokainës, të atyre që dikur ishin miqe shok fëmijërie, pa lënë në mënjan të vëlla në vrarë që sipas tij ishte marrë me drogë dhe që për të larë borxhet e drogës në Angli, Erion Alibej kishte vendosur të hynte në krim. I penduari shqipëroi emrat e tjerë të krimit për shkak të përfshirjes në drogë që fëmijë. Nuredin Dumanin e kam njohur pasi kam dalë nga paraburgimi i Elbasanit, fillimi i 2020-s, ditën që jam liruar fola me Arjan Spahiun, ai kishte një kontakt, Fati, e njëja si Fat Katnari, kam qenë përdoruesi i Encrochatit dhe SkyCC-s. Arjani ishte në Belgjik, ai që një periudhë delikate për mua për shkak të atentateve që na kishin ndodhur në familje. Arjani erdhi në Shqipëri. Arjani më tha se bëhej fjalë për Dumanin që kishte dashur të më takonte. Unë kisha hedhur fjalë që për ta loçelën i jepja 100.000 euro për ta vrarë dhe për të ma sjellë të gjallë, do të bëhej takimi me Nuredinin. Unë i dhash një makinë Arjanit, ka qenë një klasë i zi. Shkon e merr Nuredinin në Katund të ri, ishte akşam. Vjen Nuredini, unë dija gjithçka mbi Nuredinin. Kisha prova, fakte, foto. Vjen Nuredini, e takoj në pallatin ku jetoj por 2 kate më poshtë, mbaja kushërinë aty se unë isha i ngujuar. Takimi zgjati 2 orë e 45 minuta. E kam regjistruar gjithë bisedën, e dëgjova për gjithçka. Kam qenë përdorues i rregullt, fillimisht me Encrochat, pastaj SkyCC. I kam kontaktuar Arjan Spahiun, i thash jam në Shqipëri. Nuredin Dumani kishte kërkuar të takohej me mua, kishte dëgjuar që unë jepja 100.000 euro për dikë që mund të vrasta loçelën dhe 200.000 nëse ma sjellin të gjallë. Kisha 2 makina për të cilat nuk dinte askush veç familjes, dërgoi Arjanin të shkojë të merrte Nuredinin, për të dija gjithçka, grupin që rrethohej. Po më shpjegonte se çfarë kërkon ti nga ta loçela, më thot edhe për festim qolin, por unë nuk e njihja. Ma përmendi si njëri që kishte bërë plane me të, më tregon ekzekutorët e familjarëve të mi. Fill pas kësaj, më thot kush janë ekzekutorët e 2 njerëzve të mi të afërt, Klevi dhe Aldo Baho, dhe më pas edhe djalit të dajës tim, 25 vjeç, 6 muaj më pas. Më shpjegon se kishte kërkuar takimin me mua, por gjithmonë ma zvariste. Nga të gjitha informacionet e mia ja vura në dispozicion. I kisha zbardhur të gjitha çfarë kishte ndodhur me vrasjet e familjarëve të mi. I tregoj foton e vëllait e tij, dashnor Dumanit, që kishte kryer atentatin ndërsa ta loçela ishte shofer. Më tha që nuk besonte se ishte vëllai i tij, madje më tha që ka probleme me vëllain. Unë i thash vendos dorën në Kur'an që nuk e fal gjakun e vllait tim. Ka qenë edhe Dorian Shkoza, më tha që gjuajti nga ana tjetër. Nuk e njihja, ai ma tha për herë të parë. Unë kam problemet e mia me ta, nuk më interesojnë fare, unë jam vrasës me pagesë. Problemin unë i thash që e kisha me ta loçelën, më intereson vetëm ai. Unë i thash që dua edhe vëllezëri Çopja, se e dija që ishin porositës të vrasjes së vëllait tim dhe Mikel Kamami. Ai më tha i bëm të gjitha. E pyeta çfarë do nga unë për çdo vrasje marr gjysmat e lekëve përpara. E parë që nuk ishte telefon të enkriptuar. I thash Arjanit, ky nuk pas ka një telefon të tillë, mbaj edhe telefonat të tjerë, kishta përshtatur një iPhone 6 me Sky dhe e pajisja me të. Dumani përmendi edhe festim qolin si njëri që kishte folur me të dhe si njëri që kishte dieni për takimin. Nisa bisedën duke i treguar për ekzekutimin e familjarëve të mi. Nuredini më tregoi ekzekutorët për 3 atentate ndaj të afërmve. Më tha kam kërkuar takim me ty 2 muaj më parë, por Elio Bitri ma ka zvarritur. Unë nuk e dija që ishte në burg, tha. Unë i kam pasur në shtëpi ata që kanë vrarë familjarët. Unë mund t'i vrisja, por nuk e dija që doje t'i hyje këtyre halleve. Unë i thash që mua më intereson ta loçela. Këta vrasës me pagesë janë për talo ditë çdo rrugë të Elbasanit. Vëllezëri Çopja miq të hershëm tonët ishin financuesit dhe urdhëruesit, por ata ishin në Dubai. I thash që për momentin më duhet ta loçela. Nga ai do ta fillojmë. Nuredini më tha që çunat i kishte gati. Më tha që për çdo vrasje merrte gjysmat e parave përpara. E ke problemi, thash, të jap edhe 50.000 euro me vete, gjysma, domethënë. Jo, më tha, unë gjita lart dhe mora telefonin dhe 50.000 euro, tha Alibej.
I penduar I drejtësisë Erjon Alibej ka rrëfyer gjithashtu në seancën gjyqësore se vëllai I tij është marrë me trafik droge jashtë vendit. Nga ana tjetër, ai është kujdesur për nënën e sëmur, por nuk është marrë me punë të palishme. Babai më ka lënë të vogël, kemi qenë familje e respektuar në qytet. Vëllai fillimisht emigroi në Greqi, më vonë në Itali, gjatë kësaj kohe ai është marrë me veprimtari të jashtëligjshme, trafik droge. Unë jam kujdesur për nënën dhe nuk jam përfshirë. Nga 2006 deri në 2010 vëllai është marrë me trafikimin. Në 2010 emigroi në Holandë dhe derisa ndroi jetë ishte me dokumente holandeze. Në Vimsi vëllai Endrit Dylgjeri Alibej është marrë me trafik droge. Në 2010 unë shkova në Itali të merrja disa ilaçe për nënën. Vëllai kërkohej nga policia italiane. Ditën e fundit që do të kthehesha më arrestoi policia. U bë një proces dhe u dënova 3 vite e 4 muaj, sikur isha pjesëtar I grupit, edhe pse nuk isha. Në 2012 u lirova. Endriti më dërgoi një vajzë që më mori me makinë dhe shkuam në Rotterdam të Hollandës. Ditën që I shkova në shtëpi aty gjeta dhe Hajdar Çopjen. E njihnim si Elbasanli. I them Endritit, po ky, sa ka ardhur më tha, do e ndihmoj sa të gjej një shtëpi. Endriti kishte shumë njohje e lidhje në Holandë për trafikun e drogës. Të gjithë donin të punonin me të. Ai punonte me Anglinë, me Italinë dhe Belgjikën. Të gjithë ja kishin nevojën. Endriti ishte 2 vjet më I madh se unë, neve na la xhaxhai një biznes. Në moshën 16 vjeçare vëllai nisi emigrimin. Asnjëherë nuk ka punuar në punë të lishme, është shprehur Alibej.